Yeah, I loved it. Oh, I can feel my face when I'm with you. But I loved it. Yeah, I loved it. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në Zgjohu njerëz të dashur, e martë, data 12 maj dhe koha më e bukur se kur. Të paktën premton të jetë jashtë, sepse pashë nuk ishte shumë re. Paktën jashtë dielli do të dilte. Sot është kohë e bukur për të rikthyer sërish ditën e nesërme siç ishim në fundjavë, po s'ka rëndësi kjo. Por nuk duhet të nxitohemi sepse dielli ka dalë, por Ka një por. Por gjithmonë ka një por. Ty ndjen që do të bjerësh. Por pas dreke fillon careshi E më mirë deri pas dreke kemi marrë punëve me emisionin. Kënga e The Weeknd tiri ishte për mbylljen e koncertit dhe turneut. Dje The Weeknd ka mbyll turneun. Nuk e di ajo, rasti. E ti pra përfundoi në të gjithë Europën. Dhe ti sot vjen me një këngë të The Weeknd. Rastësi janë breti botës. Rastësi totalisht. Donse. Ne i kërkuam një këngë tjetër, i kënduam këngën e shiu, pik. Por nuk këndoj, kë nuk e di pse, sa herë që kemi në zgjedhje të tilla, thotë jo leje. Po se ju e kërkoni momentin e fundit, kupton? Se mos e diti këtë? Po unë e di, po do studiu, do gjetë analitetit, do mësu akorde, do Po mirë bëja e kapela, pa kitarë. Pa kitarë, ore? Po pritë ta provojmë tani. Shiu pik. Shiu pik, shkon në rrugë tërkete pa pushim. E ora tik, ka shkon në djali pret me paturi. Do të vini teksti. E thoni ju që nuk janë gjërat psikologjike. Sa përmendi shiu, nuk sikur po dëgjoj shi. E ndjeni dhe ju, apo s'ju krijohet përshtypja? Shiko, mbase ose ti lexon të ardhmen ose ku ti unë që dëgjon ti. Jo more, e parashikon ditën e nesërme Romina. Dhe unë e dëgjoj, po e gjej shumë larg, nuk është aq për momentin. Romina parashikon ditën e nesërme. Interesante. Do afrohet çështjore, kupton? Patjetër, thashun. Po, ti e bën parashikimin e saktë gjithmonë. Diskutohet. Si ju ka shkuar dita dio njerëz të mirë? Si na ka shkuar në dita dje? Jo fort ditë mirë dje. Pse që ndodhi? Ditë reflektimesh, ditë mendimesh, zymtësie, luhatjesh emocionale. Ua, sa kështu e bëre. Po, më fola për vete. Jo më shumë. Se me luhatje emocionale, dje si shashi. Çfarë ka ndodhur me ty, moj Romina? Se dija kështu ishte dita dje, asnjë se dija do të një shpjegim, po ishte një ato ditët që humori është kështu shumë poshtë. Ishte dhe hënë. Ndodh. Ndoshta. Shkoja, në momente që sigurisht që... Po hënat e fundit për mua kanë qenë torturuese, kështu që kuptohe. Po. E juaja, si ka qenë? E vumre edhe nga postimet. Po, ajo na mirë. Qa bëm në dje? Që ti u morë me punët e shtëpisë tënde, unë me punët në shtëpinë time. Kisha sa punë. Mbaroj punën dhe nga ndërmarrja. Akoma kam dhe sot punime tjera, por që besoj sot në bërë. Është e vështirë ti e shtëpia këto ko. Ka punë shtëpia plot. Ka punë shtëpia, po jo, nuk po, dhe më thënë, po bëj punime në shtëpi, ose po bëj... Po jo, dakor për ta sqaruar publikun, se thotë po bëj punë të shtëpisë, unë i bëj punë të shtëpisë. Janë dhe punë shtëpi ato, se kur bën punime, edhe do pastrosh, do rish aty mbi kokë, do jesh zoti i shtëpisë. Më pas e vin ndimat. Po, a Krista? Do vin ndima që sot. Kështu që... Jeni dy të paktën e zgjidhur. Bashkimi bë fuqi. Të zgjidhet patjetër. Mo bashkimi ka bërë fuqi me të drejtën. E për këtë punëve të shtëpisë një herë, për t'i mbaruar sa më shpejt, po. Bashkimi bën fuqi. Kush është bashkimi, lind pyetja? Dhe që fuqi bën? Gjithsesi, kemi të ftuar për të prezantuar grupin. Mos njëri ka shumë mendimeve të thella që në orën 7 të mëngjesit. Se harruam për pak, hajde nisi me 3 të ftuar që kemi sot. Po, i ftuari i parë do t'jetë përmes Skype-it dhe do t'jetë Arsim Lugolli, i cili është biznesmen, por super i apasionuar pas udhëtimeve. Është një udhëtar i botës me mbi 60 vende të vizituara deri më tani dhe me një qëllim dhe synim shumë të qartë në mendjen e tij që brenda 3 viteve ky numri do të shkojë deri në 100. Pastaj, pothuajse 100 që e parë vazhdojnë të shtohen kollaj pastaj vendet e tjera, por aq e ka i synimin deri më tani, një super djalë.
Dhe më thënë, si këshemi në arsimi, ka një gjë që ne nuk e kemi. Lek do thosht ti? Normal që Po shiko, ka diçka shumë interesante, se shumica e personave që udhëtojnë, thonë nuk duhet patjetër që të kesh lek për të udhëtuar, duhet jesh dhe pak i zgjuar dhe të udhëtosh lirë. Po, pra ka nga ata që udhëtojnë, unë njoh njerëz që vinë me pit stop, pit gjuan, pit stop Po. Vinë nga Gjermania në Shqipëri vetëm duke ndaluar makina. Më janë këta aventurierët që dalin. Do thuash ti zgjat udhëtimin 3 ditë. Dakor. Po që ka është eksperiencë, nuk diskuton. Ti shikon sa më shumë vende, një rrugën tjepër pekurit. Nuk duhen shumë lek për të udhëtuar, mbas se nuk duhen fare, por ama duhet i kesh për siguri. Duhet i kesh se kur dihet ç'ndodh. E vërtetë është. Ja do ta pyesim në arsimin se nga i gjen lekët patjetër. Dhe me sa di unë arsimi Te pyesys do ta ketë për borxh arsimi. I pike shqiptare, po nuk shpëton asnjë që bën udhëtime të tilla pa e pyetur ne orës si siguron të ardhurat, ata gjithmonë thonë. Tani, më fal pak, e kemi shënuar dhe këtu businessmen. Po. Ti do të marrë çfarë biznesi ka? Po, mirë, patjetër. Çfarë biznesi ka, sa të ardhura bën në vit, gjëra të tilla më. Jo, se që ka lekë morëm vesh se gjithë udhëtime nga mund të jetë edhe një biznes i vogël, nuk është e thënë. Se jo të gjithë biznesmenë... Dëgjoj, se në përtej gjithë shakave që më tukemi sigur qa po bëjmë, edhe po e gjykojmë dikë, ka realisht shumë njerëz që realisht nuk harxojnë fare kur shkojnë në pushime. Më thënë vetë të pit stopet, po gjejnë bileta më të lira, i presin një vit para, gjejnë shumë të lira. Shkojnë në vende që bileta mund të jetë shtrenjtë, po shteti aty është shumë lirë, pra. Qëndrojnë nëpër kampingje, ka mënyra plot. Ka mënyra, po ka dhe njerëz të ndryshëm që zgjedhin të, domethënë, ka plot njerëz që shkojnë po them kot në Itali apo vende të tjera të Qinje, edhe bëjnë shpenzim atje, marrin gjëra deri edhe ushqime, përveç se bëjnë shopping. Fare, është mënyrën që zgjedh pastaj. Nëse arsimi është nga Kosova në fakt, por aktualisht kam përshtypjen është në jug të Shqipërisë duke eksploruar edhe Shqipërinë dhe intervista do të jetë nga atje. Më pas, pjesën e dytë e emisionit do të kemi një djalosh super interesant, jo interesant. Ai quhet Briken Asimi. Është djalosh i cili tregoi botës se talenti nuk njeh kufi. Është piktor, duhet të thënë. Është shumë interesante historia e tij, pasi ai është diagnostikuar me autizëm, le të thoja, të thonim të lehtë, në fëmijëri. Brikeni po frymëzon botën përmes artit të tij. Është vërtet, është super djalë i talentuar, një djalë që nuk do që të identifikohet si njeri i spektrit autik, sepse ai tani është jashtë çdo terapie të mundshme, nuk ka nevojë për është duke u fokusuar tek talenti i tij për pikturën, për aktrimin, edhe sportet gjithashtu, sepse është goxha djalë i angazhuar dhe ne mezi po presim ta kemi në studio dhe të krijojmë këtu. Janë ato raste që ka gjithmonë shpresë edhe mund të rikuperohet. Pra ka shumë raste pozitive të autizmit që është rikuperuar edhe ka shumë djemë dhe vajza sot që funksionojnë pra normalisht, bëjmë punë normale, dalin. Po. Jo vetëm maj, po tregojnë janë më shumë se sa një pjesë e shoqërisë. Janë tregojnë talent, tregojnë aftësi që mbase gjithë pjesa tjetër nuk e kanë. Kemi mjek, edhe e kanë, ata janë shumë më shumë se sa. Ka mjek, ka doktora, që realisht janë. Sepse unë mendoj që ta ka një inteligjencë pak më të theksuar. Është vërtet, dhe kam talente shumë specifike, edhe gjithashtu diagnoza e hershme në rastet të tilla dhe terapia sa më e hershme bën që kur të rritet individi të ketë një jetë sa më të pavarur dhe të ketë edhe talentet e tij të ndjekë jetën si gjithë të tjerë dhe më fal, emrin Brikeni e bën këtë më së miri. Kështu që mezi po presim ta kemi në studio. Më pas në rregull, më pas pjesë të fundit të programit të flas pak për tendencat më të fundit kryesisht për vajzat, po çka se mund të kemi edhe djemt, nuk i dihet, për vetullat, për microblading, nanoblading, për artin e vetullave dhe gabimeve të shpeshta që mund të le të themi të jenë deri diku jo fatale, sepse shoqërizohet ekziston lazeri dhe mund të zhbëjmë gabimin, ama vetulla jo natyrale nuk rikthehet kur, kështu që ne do të përpiqemi ta ruajmë në mënyrë sa më natyrale dhe të bëjmë diçka që i përshtatet fytyrës tonë pa u egzageruar. Do të kemi në studio të ftuar një artiste vetullash, Odi Nelko, e cila është edhe një mikeshim janë fak dhe maj sa kam parë në punimet e saj, ajo përpiqet shumë ta ruajë naturalitetin. Në fakt një pjesë e madhe e estetistëve sot janë kthyer tashmë
sa më shumë të naturalitetit dhe përpiqet që të vetë vajzave t'i ofrojnë diçka të tillë dhe të mos egzagerohen. Mbaj mend që ka qenë ajo periudha ku të gjithë bënin vetullat tatu. Po mirë. Ka shumë që i kanë ende dhe të gjithë përpiqen. Çdo bëj. Ja, bëj të bushit që këtë cepin. Po jo të bëj unë, jo, sa për të bërë jo, po të shpytet i bëj vajzës për microblading. Po një gjë për shembull që ty ta ka vrarë syrin te goca që shevër dall. Ka goca që i bëjnë Për vetullat. kritika për gjëra kështu, kam sa dush. Ashtu, shumë. Sepse ka vajza që i bëjnë vetullat shumë të trasha, ka vajza që i nxin shumë, i bëjnë shumë të holla, varet, ke forma nga më të ndryshmet. Të vetullave. vetullave. Çfarë është trend këtë sezon, ëh? Jo, është shumë patjetër ka rëndësishme teknika që të reja. vetullat jetë mirë, se nëse nuk është vetulla e mirë, si të gjithë harmonia e rregullon të fytyrës, gjithë të proporcionin e vërtet, fytyrës, të është çuditshme. Po. Po ka dhe tjerë që Unë i kam nuk bërë kishim personalisht nevojë. edhe vetë jam shumë e kënaqur. Ka plot, shiko, kjo tendenca për të ndjekur të trendin, për të ndjekur shoqen që ke para teje, apo njësi. Po lere mo tani kështu e mendoj, mo. Debati që kam bërë me ti, Ka plot vajza, jam i sigurt, ka plot vajza që nuk e kanë aq, jo të nevojshme. Madje ka gjasa që për disa të duken më keq kur bën plastë për disa, jo gjithë sigurisht. Ka vajza që ndryshon jetën dhe i duken shumë të bukura kur e bëjnë. Po nga anë tjetër ka dhe vajza që e kanë të bukur naturalisht. Unë jam pas shumë tuta. E ke pas të bukur, pas ke pas nevojë me bo. Jo, kishte nevojë pak vetullat të bukur. kishte. Tani nuk e kam shëmtuar, tani e kam kuptuar shumë kur. mirë. Kush ma shef, më thënë vetullan, sepse këtë është e mira, që kur ti je pa make-up, vetulla qëndron në një formë naturaliteti dhe një formë shumë të bukur. Nuk ke nevojë të rish me laps në dorë, është çështja kështu që mund ta zgjidhësh. Po ku din çunat nga këto punë? Është zgjidhje për vajzat që kanë probleme me vetullat dhe mund kenë mungesa. Okej, super, i flasim me Odi në fund. Pastaj edhe receta e ditës nga Mira Jone dashur. Çfarë ka Ne të pune me patate dhe presh. Vazhdojnë me preshin, por ku ka më mirë? Ku ka më mirë se sa të inkorporosh preshin? Preshin nuk zgjat për një sezon shumë të gjatë, kështu që duhet patjetër të po, 2 muaj përfitojmë nga maksimumi. benefitet. Daj pra, nuk e kemi preshin që vitin. Po, jo, nuk është. Nuk është gjithë. Sigurisht do shfrytzuar për aq kosa është. Po, Të është plot me gatuajmë me benefite. perimet dhe gjërat e stinës. Po. Kështu që e kemi thënë neve, kur është i servirë në të njëjtën lloj forme, njëjta perime mund të bëhet e lodhshme, po kështu siç e bën Mira, njëra ashtu, njëra kështu, duket ndryshe. Mira është nga jugu? Prandaj thënë Mira fluturoj nga me përmeti më duket? Okej. Jo, sepse duke llogaritur. Prandaj thënë fluturoj me presh, se ikëm preshin. Nuk është 2 gjikohet. muaj dhe s'ka. S'ma ka gjetur neve në të Ku i emision. gjek Tomer, zoti ma Dejse, gjithsesi, ikim të videot virale se i shumë e zjatën. Pas kemi zjatë te mase. Sa bukur. Shumë inkurajuar të influencuese Kam këto parë ca video dje vetëm me gabimet që bëjnë çunat dhe pa aftësia çunave në kuzhinë. Oh, perfekte, shumë e bukur. Çuna aty rëvitoj që janë kuzhinierët më të mirë në Por, Ishte të gjitha ide për t'i bërë video me ti. shiko, kur ta bësh atë videon, ki kujdes, sepse do pastrosh sërish në fund. Ajo me makarona të shperl. Që unë, më thënë, e vajza përpishet të deri të ujnë e makaronave dhe vjen partneri dhe i thot lere se e bëj unë. I mërë ka pakun partneri. Tani, duke po si zgjuar ai, përfundon dërgji makaronat në lavaman. Kështu bëjnë këta gjithmonë. Më pëlqeu shumë ajo memja me takimet e shqiptarëve dhe po tregoj një fakt shumë interesant. Kam një mike të ngushtë që është po nga Berati dhe jetojmë këtu që nga universiteti. Kur jemi këtu, takimet mes vajzave jo gjithmonë puthemi apo ku diun, mund të jetë edhe nga larg, me gocat. Ikim Berat. Rrimja 2-3 ditë aty, dhe kur pas i takohemi pas një 3 ditësh në Berat, jemi qa bënë zemra, si je, nga shtëpia, 3 herë. Ama ka një të mirë kjo. Ha. Për shembull, në rast se Covidi do kishte lindur në Shqipëri, do kishte marruar shumë më shpejt. Dhe ishte shpërndarë shumë më shpejt dhe kishim kry punë, po. Një vit mbas e para. Po që në deri vonë, kemi qenë, akoma do të dhe në për Covid u pusnin, pra qëka se na thonin mos i takoni njerëzit. Leje ma që Covid. Jo, jemi shqiptarë se ne pa tjetër. Kone që doni për zyra, bashkia, ku dy këto zyrat administrative, i ke akoma letrat të Covidit. Si ka në heqë. Ka qenë gjithë si fort, me zdi ide. Aq keq që kemi ne këte punën e të puthurës, dhe më thënë kur takohemi, sa që kur nuk ka afrohesh ndonjëherë për takuar Duket sikur s'të përfill. I duket kështu sikur ofendim, duket sikur çka ka ky që s'mputh më. Unë për shembull kam traumë nga njerëz ose burrat më dhejnë që kanë qenë në moshë apo gratë më dha në moshë, më vinin më puthnin dhe të puthnin në mënyrë. Duke qenë e vogël. Po.
Jargët këtu. Një puthje kështu që është në gjithë se, lëpës është për millin, ashtu është, edhe unë ku, jo, faleminderit vetëm kështu, jo, mos kishe shanse do të kapte ai, do të puthte, ose kur kapin ke faqet shumë fort. Po vjen një pikë që kemi filluar i bëjnë vetë këto kapjet kështu të beba. E di si më vjen tani, e di si jam unë me ata njerëzit? Mirë qa bërë si e kështu kajshme, as dorën si japë më, si i kam traumë. Mund si shndrë rrugë kur ishe. Okej, super. Shqiptar jemi gjithë, do kemi sjellje të tilla. E ka nga dëshuria madhe, kupton? Po. Ecim horoskopin. Ikim tek horoskopi. Okej, Del, ç'është këtar në moment? shumë im dashi. Ky është botën e vetë gjithmonë ka filluar s'më bën më përshtypje se ç'a bën ai. Dashi, nisi me dashin, do merreni vesh më së miri me partnerin gjatë kësaj dite dhe më në fund do jeni gati të zgjidhni të gjitha mosmarrveshjet e së kaluarës. Edhe beqarët do ndryshojnë statusin dhe do fillojnë të shohin jetën me një tjetër sy. Ta shohin jetën me një tjetër sy, pra. Në punë do arrini suksesin e shumë pritur dhe do ndjeni krenar për veten. Periudha delikate do kaloj më shpejt nga sa mendonit. Mirë. Do shohin, lexojeni pak. Në punë do arrini suksesin e shumë pritur. Jen krenar për veten. Dashi. Ama shumë mirë. Po pse duhet lexojmë në dashi? Vazhdon dashi të jetë në krye të listës. Për mendimin tim, shenja më e mirë e këtyre dy muajve të Planetet ku ka fundit. qenë dem në dash? Ka qenë dashi. Okej. E di tani. Unë them dashi u bëja 2 muaj që Se lexoj. edhe demi mirë është. Ne nuk jemi njerëz që kemi zili o burr. Mbarja o bëv zoti, e kanë risk. Po jo mos ta gjë unë thjesht po Ja, po ti shife çik, u bën këta, shife çik. Bëhen o burr. Nuk thash u bën. Bota është portokale. kur Do thash unë? vi dita jo. Po kur thash unë u bën këta, mo ta shikoj e pak. Ishte nën kuptuar tani, pa hajde. Mirë, e zë zjasim shumë se e i ku vonë sot. Demi. Demi regjia! Dëmi. Dëmi, Nga horoskopi gjatë. ditë mjaftë e qetë kjo sot mja për ata që janë në një lidhje, kuptoni, ose më saktë do kuptoni me partnerin vetëm me shikime. Wow, hajde kimi, hajde. Ata që kanë kaluar tensione së fundmit do preferojnë ende të mbajnë pak distancë, ndërsa beqarët priten ndryshime të menjëhershme në status. Në planin financiar, yje do ju nxisin të tregojeni sa më të matur me shpenzimet. Pëlqeu kjo me partnerin njerë që mbase nuk do kenë komunikim kështu ballë për ballë ose të flasin gjëra gjatë, po vetëm një tek shikim kuptohet gjendja. Ata që kanë kaluar tensione mund të rrinë dhe pak me turinj, Po mirë, është zjasin shumë. Beqarët si duket sot mund njohin dikë që mund të ndryshojë statusin ose mund t'i kërkojnë, duhet t'i propozojnë dikujt për të lidhur dhe për të ndryshuar automatikisht statusin, mbase shkoni një hap më tepër me personin që po njihen. Financa pastaj do ju nxisin vetë yjet, imagjino sa me fat jeni, do ju nxisin yjet që të jeni të matur me shpenzimet. Keni ndikimin e yjeve. Ka më Bravo, të mbrojtur Dema. Bravo, Ecim. Demi ore. Dëmat. Mbetit e dashi. dëmat moj. A dëmat. Pinjakët, duhet të bëni kujdes sot ju që jeni në një lidhje, sepse disa persona mund të bëhen rival të fort dhe të ndërhyjnë në marrëdhënien tuaj. Beqarët gjithashtu nuk duhet u besojnë verbërisht të gjithë atyre që joshin. Disa mund të mos kenë qëllime serioze. Financat po do të fillojnë të përmirësohen ndjeshëm. Okej, me lekët mirë, por me sa duket që nga një ditë ku binjakët do të ndihen të lehtë manipulueshëm edhe në dashuri, sepse në çift pas kanë rivalitetet të forta. Ndërsa tek beqarët nuk duhet të besojnë verbërisht atyre që i joshin. Pra duhet të jenë shumë vigjilent sepse mund të kenë qëllime dashakeshe. Por e rëndësishme është që jeni vetë zgjuar dhe dini shumë mirë të menaxhoni gjërat. Le keni, kështu që keni terezi për sot. Ecim, Gafurja. Gafurja. Hajde Gafurja. Ata që janë në një lidhje do ndjehen më të vendosur se kurrë për të thyer rutinën. Ç'do bëni jo? Do surprizoni partnerin dhe do sillni një frymë të re në marrëdhënie. Po. Beqarët do mbyllen në vetvete dhe nuk do përfitojnë nga ftesat që do ju bëhen. Financat do mbrohen nga ndikimi pozitiv i Uranit dhe nuk do priten probleme. Mirë, në financat fillon rimëkëmbja e gaforrit. Po, shqyra ma. Beqarët nga ana tjetër do të mbyllen në vetvete, mos u mbyllni jo, hapuni, ç'keni, se ju vin ftesa.
Shiko, thot nuk do përfitoj nga ftesat që u bën. Se kanë Terezi o burë? Në Kanë qift, mendjen e tyre. në qift dhe jeni mirë, do surprizoni partnerin ose partneri. A quhet surprizim për partnerin dhe frymëren marrëdhënie nëse ti jep punë marrëdhënies? Wow. Një lloj surprizimi është. Surprizim. Deri diku po? Shumë mirë. Surprizim është, po s'kam përshtypjen që e ka për këtë lloj surprizimi. Ecim, ikim tek Luani. Okej, do e rigjeni harmoninë në qift gjatë kësaj dite dhe do ndjeni shumë mirë pranë partnerit. Shumë gjëra kanë për të ndryshuar pozitivisht. Beqarët nuk do jeni indiferent ndaj ftesave që do marrin, kështu që mund të ndryshojnë dhe këta statusin më shpejt nga sa e mendonin. Në planin financiar mund të tregoheni më të kujdesshëm që situata të mos mbetet e trazuar. Edhe luenërit, ti dëmat, do ndryshokan statusin sot. Flasim për beqarët. Do e rigjenë harmoninë qifte, do ndjenë shumë mirë, ndërsa në plani financiar bëni kujdes për shpenzimet që t'i keni në balans. Kaq. Trazuar këta të shkretët. Okej, ecim. Kalojmë te Virgot. Shojmë Virgjëreshën. Lidhja juaj do të marrë një karakter më serioz gjatë kësaj dite. Në krahët e partnerit do të përjetoni emocione dhe kënaqësi të veçanta. Beqarët do të fokusohen më shumë tek miqtë e ngushtë dhe nuk do e ndjejnë mungesën e një partneri. Financat do të mbeten delikate dhe tundimi për të bërë shpenzime do të jetë i fortë. Edhe s'kan lekë, edhe kanë mendjen për të bërë shpenzime. Ju që jeni, domethënë. Ndërsa beqarët do të fokusohen tek miqtë, me sa duket miqtë që kanë aq të nevojshëm dhe aq mbytës në jetën e Virgjëreshës, ta nuk kanë nevojë fare për të gjetur një partner. Kështu që nga njëra anë po ju prish kanë shumë punë miqtë, kështu që vendosni bariera. Nuk do keni miqtë aty për kriju familje. Okej, Virgo. Keni kujdes. Ecim. Kalojmë tek Hajde. Peshorja. Peshorja. Aty. Marrëdhënia juaj me partnerin do jetë mjaft interesante gjatë gjithë kësaj dite. Nuk do mungojnë as humori dhe as momentet romantike. Beqarët nga ana tjetër do realizojnë takime me persona që i njohin prej kohësh, por që tani do i shohin ndryshe. Financat do jenë pozitive dhe do mund të kryeni edhe disa transakcione me rëndësi. Vazhdon financat e jetën top. Nuk e di çfarë ka ndodhur sot, por me sa shoh gjitha shenjat që kanë mirë financiarisht. Po, shqyr. Me disa përjashtimet të vogla, por deri tani janë mirë. As dhe me humor do qenë, kanë momente romantike, shumë ditë e mirë. Beqarët pas kanë ditë interesante, se thonë të realizojnë takime me persona që njohin prej kohësh, por që tani të i shohin ndryshe. E ke vënë re, shumica e çifteve kështu po krijojnë nga persona që ti njeh prej kohësh. Nuk ka më njëje të reja. Janë më sikur është më e sigurt ashtu. Bas. Nuk rrezikon më njëri. Bas. Normal. Eci. E ka shumë gold diggers. Në sot. Akrepi. Okej, këshilloni për çdo gjë me partnerin sot dhe do shmangni vendimet e nxituara. Bashkëpunimet dhe toleranca do jenë çelësi i suksesit në çift. Bashkimi bën fuqinë. Beqarët do kenë mundësi të shumta për të krijuar një lidhje të qëndrueshme, ndërsa financat do përmirësohen gradualisht. Mund të merrni edhe shpërblime për punën e bërë. Më kujtua fjalia që ka thënë Rizgeni para ca ditësh. Për akrepa. Që do marrin një lloj shpërblimi, një lloj leku që mund të bëjnë çfarë duan pastaj. Do ketë përmirësim financë. Po shqyr. Ashtu. Shpërblime. Shojmë, inshallah. Po kush i ka kafet sot njerëz të dashur? Ja ta shohim dhe bricapin dhe ndajmë. Edhe sot do na shpëtoj ky se thot kam punë në shtëpi. Ecim qytetar. Sa bukur e di. Qytetari. Duhet ta mbroni me çdo kusht jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Disa persona do përpiqen të ndërhyjnë dhe t'u aprishin harmoninë. Beqarët do të kenë plot mundësi për takime, por turpi mund t'i pengojë të përfitojnë sa duhet. Financat varen tërësisht nga mënyra si do të silleni me shpenzimet dhe kujdes me teprimet. Kështu që duhet të mblidhni dorën me shpenzimet, qytetarë të dashur. Beqarët më të turpshëm se kurrë për të dalë në për takime. Po turpi nuk ju çon asgjë kundi, ju lë aty te zona juaj rehatisë dhe s'keni për të bërë kur hajër në jetë, jo vetëm për çift, po edhe për shumë aspekte të tjera. E vërtet. Okej, në jetën në çift, me sa duket pas kanë shigjeta kështu nga larg, kunja nga larg, persona të tretë që ndërhyjnë, por varet se ju si do të reagoni për ta ruajtur marrëdhënien tuaj. Ecim. Hajde.
Britsjapi, dita nuk do jetë e keqe për ata që janë në një lidhje. Megjithatë ka pasur edhe ditë më të mira. Megjithse ka pasur edhe ditë më të mira. Beqarët nuk do mbeten të kënaqur nga takimet që do realizojnë dhe nuk do duan të çojnë gjërat më tej. Të ardhurat do mbeten të stabilizuara, por duhet të shmangni kapriçot dhe shpenzimet e pamenduara. E çuditshme gjithmonë Britsjapëve jep të këshillën që mos bëni shpenzimet e tepruara, mos u merrni Ç'të bëjmë tani? me gjëra, me shpenzime impulsive. Mos lejoni impulsivitetin. Po ç'të bëj ajo kur kalon te një dyqan aty dhe i thot bluza më bli? Ç'të bëj ajo? Mos ta blej. Po nëse dëgjon Tani ka ardhur sezoni, duhet të bëj garderoba. Dhe është gjë shumë e rrallë të flas bluza nga vitrinash. Është shumë e rrallë, po në këtë rast nuk do të blesh bluzën. Po ç'të do të Bësh blesh një takim te psikiatri. Ashtu, a? Po patjetër, po të foli bluza. Ajo kuptoni gocat fare. Të flet bluza që ç'kemi të, edhe fustani, edhe takat, edhe çantat, gjitha të flas. Ecim. Ujori. Më shumë se kur do i kushtoni rëndësi jetës në çift. Partnerin do e mbani në pëllëm të dorës dhe mundojnë t'ia plotsoni çdo dëshirë. Beqarët do realizojnë takime të rëndësishme, por jo domosdoshmërisht aq serioze sa kishin ëndërruar. Në planin financiar tregoni të arsyeshëm që të shmangni problemet më vonë, po vi ka keq për beqarët. Sërish duhet kurseni. Se pritshmëritë i pas kanë pasur të larta, po i ka ecë. Po, do doni diçka serioze, por nuk pas ka rezultuar ashtu, kështu që Partnerin do e mbani në pëllëm të dorës. E bukur kjo. Bravo, Jori. Bravo, Jori. Më kujdes me lekët. Ecim, peshit. E fundit. The last one. Do dëshironi që partneri të qëndrojë pranë jush gjatë gjithë kohës dhe t'ua plotsojë çdo dëshirë, por ai nuk do të jetë gjithmonë i disponueshëm. Mundohuni të mos tregojeni të paarsyeshëm. Beqarët do të ndihen më të lirë për të shprehur ndjenjat, por fati nuk do të jetë plotësisht në anën e tyre. Financat do të jenë të paqëndrueshme, ndaj shmangni investimet e nxituara. Me lekët nuk shën nga asgjë te peshit, por beqarët Patjetër, se i patë si ishin shenjat e para. Duke nis nga dashi, temi, te gafordja, te peshorja, te akrepi, ishin mirë, gjithë të me lekë. Pa lekë. Edhe në dashuri pak të shkënjyrë se duan që partneri të jetë gjithë kohës me ta, por me sa duket partneri pas ka dhe punë të tjera dhe ata duhet tregojnë të kuptueshëm. Beqarët e shkret do ndihen më të lirë të shprehin ndjenjat, por fati nuk të dhe për të po, gjyna. E o s'ka gjë se ka ditë nesër prap. Ka ditë nesër prap. Mirë, ikim në pak reklama dhe rikthehemi pas pak me rubrikat. Ja, ku erdhëm, u rikthyem. Vazhdojmë atje ku e lam, ku na mbeti. Faj fatan e mirë. Te fakti ditës. Mileti. Ecim, fakti. Arëm dhe dy. Qëfë se fanoli do zjoj nga gjumi. Nga gjumi përjetëshëm. Nga gjumi përjetëshëm, pra që... Po, ha. Që me ndoni ju se do ishte gjëja parë që do thoshte? Po i këtë prap. Duke parë se qa bëhet? Për qa prap? Për situatën aktuale në Shqipëri, gjëndjen që... Po pra, që si është bërë situata, më mirë përshkoj aty ku isha, se pas kam qenë më mirë. Se këshu është për të bërë, sot tiri. Më falë, po, realiteti kjo është. Po di që me nda. Të pëlqejo përgjigje. Njësoj me ndojë. Që ka ashpër, po. Jo, me jo, e pritshme, po. Se ka jetuar një komot mirë, me ndojë, në që... E komot mirë, në base nuk ka jetuar, po... A periuda ku ka jetuar, në base ka pas sa të mirë Po pra, ka shumë më mirë, ka pasur të mirë. Periuda më mirë për të jetuar sot. Arrojeni këtë. Nuk ka qenë ko më mirë për të jetuar para 100 vitesh. Mund të jetë periuda më e mirë, po nuk po e bëjnë mirë. Nuk po e bëjnë mirë, njerëzit, shteti, gjithë. Po flasë si periull, si shekull. Dakor, kalojmë te fakti. Fakti i ditës. Zdo ndesh pas scrolling të mua sot. Në shumë grupe, njerëzit bjen dakord me shumicën, jo sepse mendojnë njësoj, por sepse kanë frikë të gjykohen ose të mbeten vetë. Po, sepse nuk kanë forcë argumentit të mbrojnë. Gjo, kur ti jemi një grup, sigurisht jeni gjithë një zërje se cili merë zemër nga njëri tjetri, do kundër përgjigjen, do mbrojnë argumentin që deri diku nuk janë ai shumë dakord. Derisa kur janë vetëm dhe i kthehen gjithë turmës, o duhet të jesh shumë i fortë në argument dhe ta kesh me bindje atë që thua, ose
Normalisht, Kur je i kanë frikë. kur je i vetëm, jo detyrimisht është e nevojshme që ti kthehesh i turmës. Pra nuk është një lloj lufte midis atij që del vetëm dhe turmës. Mjafton që ti të veçohesh. Fakti që ti veçohesh jo detyrimisht është luftë. Njerëz nuk e bëjnë, nuk veçohen Mund dot. që edhe ta njërosh, po. Nuk veçohen dot, e kanë. Shiko, ndonjëherë për shembull nëse je në një grup mish, po marr një shembull, nëse je në një grup mish edhe vendosin që do shkojmë në filan udhtim në Rom për shembull, dhe është vetëm tek person që thotë do ikim Malzi, atëherë Nuk e ke tash pse e merren këtë aspekt. po mirë, një nga aspektet të thotë sa të doja ai, se ndryshe do t'ik, ose do përshtatet, ose do t'ik për hesap të vet Malzi. Unë mendoj që Por, në raste kur grupet e njerëzve nuk kanë interesat të përbashkët, është ajo që thot Krista, që secili pastaj mundohet të përshtatet, ose të bëj kompromise sipas rastit, ose të guxoj të thot jo. Dhe për fat të keq, pjesa më e madhe përfshihen në ka këtë raste të ndryshme, pra ka raste të ndryshme. Se kanë frikë se gjykohen. Në raste personale ku unë jam përfshirë në një mendim grupi, na fal Tiri, po duhet ta thuash mendimin, jo mendohesh shumë gjatë. Jo, pra, po se ndërhyjnë e njëna, thot i fjalë tjetra, pastaj i çerek fjalë tjetra. Mos e nisti me po mos e nisti me mirë. Jepi. Më mirë me, se sa Jepi djalë. nuk e them më fare. Tani duam ne, po ha. Po jo, pra, thjesht atë po them, mendoj që mbas moshe caktuar, për shembull bas 40-ave, kur arrin një lloj pjekurie, sigurisht që e ke shumë më thjesht të veçohesh, dhe kur flasim në shumë grupe, nuk e kemi fjalën për grupe literalisht, kupton, në një grup, në një bashkësi. Komunitet, po. Një komunitet, çka ke? Çka ka kjo? Ka ndonjë kartë prap me etiketë, më çka ka? E kam bërë me buskuq të unda pa të. Po shija gjatë çka ka këtu. E më mirë se s'ka në që buskuq. Për puta që parë. Se hunda ke putë më vajzë. Jo, po se ti si ka shku deri aty. Fakti që buskuq jo është pak, se mos tu pas. Po këto putesh mëngjes ti përveç vejes. Këtë njëri tjetër. Fakti që kur themi grup, e kemi për një bashkësi, për një komunitet. Pra ti fakti që ti veçohesh, ke një mendim ndryshe nga pjesa tjetër e grupit, e bashkësisë, kjo të bën ty që ndryshe nga ky fakt. Por pjesa më e madhe duke qenë se edhe brezat ndryshojnë, edhe mosha bën të veten, për shembull, kur je 20 vjeç, është pothuajse e pamundur të veçohesh, dalesh jashtë. Unë mendoj të kundërtën. Unë mendoj që kur je 20 vjeç, je rebel, je me ideale dhe ti tenton shumë të veçohesh dhe të qëndrosh idealit tënd. Kur vjen një mas pjekurie, ti thua po eco. Cili është ideali 20 vjeçar për shembull? Një ideali 20 vjeçar, sepse kjo është vërtet që ti. Po unë kam përshtypjen që kjo ka ndryshuar shumë kohët e fundit, sepse rebelizmi i 20 vjeçari ka bërë revolucion në botë. Po. Studentët janë ato që kanë bërë edhe në Shqipëri, protestat më të mëdha ndonjëherë. Flasim për sot. Si funksionon sot? Erën idealet, po thua, mes 20 vjeçarëve. Janë ata që bëjnë kompromiset parët. Pastaj idealit është një gjë dhe të shkëputesh nga një bashkësi, mendoj unë, është një gjë tjetër. Për shembull, janë pak të ndryshme. Janë të ndryshme. Për shembull, ti mund të kesh ideale, po ti e ke të pamundur të ngjosh, po them, po marr rastin e muzikës, të ngjesh jam muzikant. Unë e di shumë mirë që 90% e adoleshentëve dëgjojnë gjithë të njëjtën gjë, atë që ju jepet, atë që transmetohet në radio, në televizion, atë që ngjosh shoku klasës, që ngjon shoku lagjës. Patjetër ne ndikohemi. Patjetër pra. Prandaj thash është mosha, nuk po vefaj. Unë them më shumë, kur arrin një lloj pjekurie, fillon të krijon një lloj distancimi mbas edhe nga disa bashki, apo nga disa grupe dhe fillon të gjen ato gjërat e tua. Kjo është. Interesante janë gjitha kundërshtrimet tona. Janë të gjitha të sakta, të drejta, por varet gjithmonë nga konteksti, nga karakteri i njeriut, në mënyrën se si sheh ai gjërat. Personalisht nuk do bija kurrë dakord me dikë sa për të thënë, kur më prekeshin mua interesat, se nëse ti më thua a është i mirë filan këngëtar ose ku diun dhe unë atë këngëtarin e kam përballë, unë do i them yllje. Dhe nëse mendoj të kundërtën, po sepse janë ca gjëra tjera. Janë ca gjëra. Po nëse më pyet mua privatisht, pastaj nuk bie dakord me masën, dhe të jetë më i miri. Dakor. Okej, mirë, ecim kalojmë te scrolling tjetër. Rubrikë. Tani kalojmë te scrolling, po. Ecim me scrolling. Okej, me Elvana Gjatën e nisim sot, e cila ka përfunduar me sukses koncertin e saj në Milano. Mbrëmjen e djeshme, pardje i bie, se ka qenë për mbrëm dark, ku duhet themi që stadiumi ishte i mbushur plot e për plot,
Dhe ka pasur goxha sukses, dhe më thënë videot, rrjeti dje ka shpërthyer vetëm me videot Elvanës, me performancat e saj, me të cilën me sa duket një pjesë e madhe e kam pëlqyer shumë. Ka kënduar live, një stadium që mos gaboj disa kohë më parë, disa javë më parë më duket se ka bërë Rosalia turneun e saj aty. Po, sepse janë stadiume të mëdha të cilat organizohen koncerte të tilla për artistë ndërkombëtar. Vjen mirë që paktën si Elvana, Albana Skënderaj, por edhe shumë të tjerë kanë nisur këtë tani, këtë turneun kështu me koncerte edhe me shqiptarët që janë anë mban botës, kështu që më pëlqen. Mua përgjithsisht më gëzojnë. Një bravo për Elvanën. Mua përgjithsisht më gëzojnë koncertet, domethënë artistë, më të mëdhenj të trojeve shqiptare, sigurisht që kisha arru koha të bënin koncerte, në tyre për masave, edhe që shumë e mirë që po e bëjnë. Kjo koncertin Milano i Elvanës, patjetër që duk shumë nga gjeni sukses, në të në shohësh pjesëmarrjen, po patjetër. Gjëja tjetër e bukur që më pëlqen edhe vazhdoja të them akoma është që është live, e bën live, tani ndryshe nga disa të tjerë, apo ndryshe nga herë tjera mbase Elvana, ka një super band nga mbrapa që e shoqëron, çdo që është live, edhe në këtë mënyrë edhe njerëzit e shijojnë shumë. Ajo është e bukur e koncerteve. Po shikoj edhe një video virale të nënës së Elvanës, në momentin që gjithë koncerti mbaroi u përmbyll, emocionet e saj ishin të pa imagjinueshme, duke marrë parasysh Elvana ka një jetë të tërë në skenë dhe duket që mendohet që prindrit apo të afërmit janë mësuar me suksesin e saj, po me sa duket një mama është gjithmonë aty për gocën dhe emocioni është gjithmonë i njëjtë. Jo, është 20 vite nuk janë pak. Domethënë ka losh lloj etapash, lloj periudhash. Elvana ka eksperimentuar në karrierën e saj, ka ndërtuar tregun jashtë, domethënë ka bërë gjëra. Dhe lajmi tjetër i bukur nga Elvana ishte që nuk do ishte dorë nga festivalet, edhe njerë do të tentonte me sa tha, kështu që presim. Po se mund ta ketë qëllime ajo të vetën shkojnë në Eurovision. Do unë mendoj që Elvana do të shkojnë në Eurovision. Po e meriton. Elvana duhet të shkojnë në Eurovision për shumë arsye, jo vetëm për një. E drejtë. Ecim. Hajde. Tek Rihanna, e cila ka bërë, ka kthyer tatuazh vizatimet e fëmijëve në këmbën e saj, janë edhe foto. Ishte interesante, po një gjë s'u pëlqeu, pse do ta bënte pikërisht mbrapa këmbës. Të nuk e kuptova pse Rihanna duhet ta bënte aty, pikërisht aty. Ja, kupton domethënë, ja. Kur çohet sa 20 vjeçar tani me tatuazhe. Dgjoj, Rihanna ka zgjedhur sigurisht përjetësoj në trupin e saj një vizatim të fëmijëve për ta pasur. Po ruaj fletën o. Për ta pasur. Po mirë ma. Ruaj fletën e fëmijës. Bën tatuazh. Se duhet bësh tatuazh? Si shtas në një gjë e bukur, që thjesht garavina që fëmija bën çdo. Mare edhe për kërse që do ta justifikoj se pisa shfanë që Rihanna. Jo, nuk do ta justifikoj, unë thash nuk e di pse e bëri pikërisht aty mbrapa, ose mund ta bënte çik më të vockel, më të minimizuar. E bashkë do të bënte se prapë është garavin, nuk është as në një portret familje që mund vizitatoj fëmija dhe mund të ketë një kuptim. Dhe më thënë, unë imagjinoj fëmijën e Rihannës pas 18 vitesh, 20 vitesh, kur kjo i prezanton tatuazhin. Mama, shife pak të tatuazhin e ke bërë ti kur ke qenë i vogël. Edhe kjo fëmija tani që i thotë o masë, rësisht e ke? Po seriozisht e ke matë? Pa i ka tani që Rihanna, është njohur gjithmonë për çundruirat që ka bërë, kështu që sa bitem. Edhe nuk ka bitem nëse Rihanna dhe nesër pastaj e fshin aty që ka bërë prapë, kështu që. Po. Po do e fshi ose dhe i thot fëmia hiqe se po mbullizojnë shështë të klasës. Aman hiqe. Hajde, kalem të tjetra. Ta gëzosh Rihanna. Me shëndet. Nëse partneri juaj është xheloz, ja se çfarë duhet të bëni. Ta lini, apo jo? Një nga opsionet, po. Një nga opsionet, thua ti. Po nëse është xhelozi e smur, po, patjetër. Tani, ne e dim që komunikimi është thelbësor, por xhelozia si një emocion kompleks dhe i dhimbshëm shkatron marrëdhëniet e dashurisë, por mund të shërbejë edhe si një sinjal i rëndësishëm nëse tregon problemet më të thella në dinamikën e një marrëdhënieje. Ndërkuptuarit e rrënjëve të saj psikologjike dhe dallimi midis manifestimeve adaptime dhe toksike është çelësi për të ndërtuar një marrëdhënie të qëndrueshme dhe të përmbushur. Në thelbin e saj, xhelozia buron nga frika e humbjes së diçkaje që konsiderohet e vlefshme, siç është dashuria, vëmendja ose siguria emocionale. Kështu që vetvlerësimi ulët, imazhi negativ për veten dhe ndjenjat e
pamjaftueshmërisë krijojnë terren pjellor për pasiguri që reflektohet edhe tek partneri, sipas psikologëve. Kështu që në doza, le të themi, xhelozia lehtë e rastit mund të jetë një tregues se një person kujdeset për partnerin dhe e vlerëson marrëdhënien tuaj. Pra, kemi xhelozira që shkojnë përtej le të themi normales, Po, që kthehen në toksicitet. që kthehen në toksicitet edhe që futen tek xhelozirat, më thënë tek persona që kanë një vetbesim të ulët, janë të pasigur, duan që gjikoz vëmendjen. Ka dhe xhelozirat të lehta që më shumë janë për kujdesje se sa për tu Më të marrë. këqijat janë ato që janë xhelozi me tendencë kontrolli, pra do të digja gjithkohës, me justifikim xhelozin, po do që do të ketë në kontroll të gjithë jetës tënde. Shiko, po ta shikosh në hollësi, xhelozia është, që më thënë është, mu më vjen keq për ata që bën xheloz. Të vjen keq. Më vjen keq se një lloj dobësie është, një lloj pasigurie, një lloj... Që kthehet një formë... Vjen e xhelozisë kemi të gjithë, po deri në Jo, pra, jo, flasim për këta pra, për që duan të kontrollojnë, që duan të... Në atë lloj faze, po. Dhe është një lloj, domethënë pasigurie e theksuar, një lloj Më duket më shumë sikur kanë ndjesi dominance, jo sikur janë domosdoshmërisht. Po ato ashtu duan ta tregojnë me demek sikur janë të fortë, në thonjza për të fshirur gjithë to. Po edhe kompleksi inferioriteti, një mënyrë për të shprehur, për shembull, kur kam lexuar një libër psikologjie, aty habita fatikisht, se kuptova që një mënyrë për të shprehur kompleksin e inferioriteti ishte pikërisht kjo të bësh si dominante, mos pushosh duke folur në tavolinë, të jesh ai tipi që flet vazhdimisht, bën sikur ke gjëra të kontroll. Ishte një kompleks inferioriteti. Ndoshta është në subkonsciencë, nuk e kuptojnë ndoshta. Por, sipas psikologëve, thuhet që komunikimi është çelësi kryesor dhe thelbësor. Megjithatë duhet më thënë, nuk duhet, me sa po e lexoja, nuk duhet t'i kundërshtojmë në thonjza, pra që ta agravojmë situatën bëhet më e madhe, por përkundrazi të shtrohemi dhe të flasim me personin, pra partnerin që mund të jetë xheloz, për të sqaruar të gjitha le të themi komplekset që ai mund të ketë dhe për ta bërë deri diku të ndihet pak më i sigurt, sepse siç e tham, është një lloj më thënë, le të themi mosvetbesim, inferioritet, unë në fakt prapë nuk e kuptoj dot. Unë vetë si Kris nuk e kuptoj dot ta persona. Nuk kuptoj çfarë ndjejnë. Domethënë nëse ti do të jesh me një partner, duhet të respektosh ti kufijt, sepse këta nuk respektojnë kufijt. Këtu është problemi i personave që janë xheloz. Po. Edhe nuk respektojnë mbi gjitha një kërkesë, një gjë që ai person. Dhe të mendosh që ka çifte që ecin kudo me lokacionin e njëri tjetrit të hapur. Ku janë, ku hyn, kur dolën, e le shtëpinë në këtor, pse s'më the? Po ç'kuptim ka, mo? E tmerrshme. Dhe më thënë, kush është logjika, kush është synimi? Por ditë ku është? Tani, robi vë partnerin në GPS pa e ditur, por nuk ka pse e bën kaq hapur me lokacione. Pastaj njëjta gjë është. Jo, s'është e njëjta gjë. Ajo më duket gallik. Do të thënë, kupton ti nesër pas nesër, më thënë të duash të bësh një surprizë partnerit atë diçka. Ja bën dot se shef ku ke shkuar, shef që ke shkuar me dyqan dules, me dyqan dhuratas. Domethënë ti e ke të pamundur, nuk e beson dot që ke një partner të tillë. Edhe duket sikur vazhdimisht do të gjesh arsye për të kapur, për ta lënë, se nuk e beson dot, nuk ka mundësi të rri me mua ky apo kjo. Kupton, shumë nuk e unë kështu e shoh, nuk e di. Po se ka njerëz që ashtu e shohin marrëdhënien, se zakonisht këto mënyrën e kontrollit e kanë të dy. Edhe gocat janë shumë të fiksuara pas kësaj. Jo vetëm çunat. Dhe thonë, okej, do ti lokacionin tim edhe unë tëndë, dhe imi okej. Edhe në këtë mënyrë ne nuk bëjmë gabime gjatë kohës se kemi telefon me vete. Ku ti unë, nuk e di që ndë. Se qa kuptimi ka, më burë? Telefoni mund të lijet, makinë mund të lijet, ku ti unë. Pra ti mund të duash në të rathosh, po tani që ke GPS nuk të rathot do të. A, po mirë, pra. Shumë me gabuar. Ska sens logjik fare. Më mirë lëre fare, gjeti këtë tjetër të hajrit, se sa shkojmë të një tjetër. Gjej një që s'di që është GPS. Kjo është e lezetshme. Studim, punët e shtëpisë ndikojnë në jetën intime në çift. Një studim i ri sugjeron se çiftet shpesh nuk i lodhin vetëm krizat e mëdha, por edhe detyrimet e vogla të përditshme, të cilat mund të dëmtojnë afërsinë romantike. Kështu që studiuesit e psikologjisë kanë lidhur ndarjen e detyrimeve të përditshme me jetën intime më cilësore dhe më të kënaqshme për çiftet. Me fjalë të tjera, larja e endëve, palosja rrobave apo marrja përsipër një pjesë të detyrave rutinë, ndoshta nuk tingëllojnë romantike, por në jetën reale mund të kenë një rol shumë të rëndësishëm. Okej, sepse
sipas studimeve, çiftet shpesh nuk I lodhin vetëm këto krizat e mëdha, por edhe këto punët e vogla, këto streset e vogla të përsëritura që mund të bëhen një nga kundërshtarët më të vazhdueshëm të një marrëdhënie romantike, që tjetë e qëndrueshme dhe kënaqshme. Në hulumtim morën pjesë 144 çifte heteroseksual të sapomartuar dhe pa fëmijë. 18 apo 30 muaj pas martesës, pjesëmarrësit plotësuan çdo ditë për 2 javë rresht një pyetësor për nivelin e stresit dhe momentet e intimitetit. Rezultatet nuk I befasuan plotësisht studiuesit, por theksuan një mesazh të rëndësishëm. Doli se bezdisit e përditshme dhe streset e vogla brenda së njëjtës ditë parashikonin sjellje seksuale të çifteve më të fuqishëm se sa burimet më serioze më afatgjata të stresit. Po të rrim pa bën punë të shtëpisë, pra se ndikon. Pra sa më I lartë ishte stresi, aq më pak marrëdhënie seksuale kishte. Po patjetër. Po kur e shes si stres, pastron shtëpinë, domethënë është një lloj, okay, nuk është ndonjë gjë I madh, po tani është detyrë që ta bëjnë të dy. Është ideja që kur bëhet e përditshme. Po të dy për të dy. Jo, po kur bëhet e përditshme, pra kjo gjëja I bezdis. Kur është e përditshme, janë streset e vogla që ndikonin, përveç streseve të mëdha të punës dhe kjo ndikonte. Tani, çu po studiuesit çu po të ndodh? Isha duke u ankuar për punët e shtëpisë, se tash po vogël, bëhen shumë ena aty, andaj këtej, kush I lan, ka zënë stresi, kush pastron shtëpinë. Po e tha partnerit dhe prisja një përgjigje shumë, ku diun, që hajde bëjmë bashkë, ose ku diun, një gjë me më qetësu nervat. Shiko, tha, ku është problemi yt, tha. Ti nuk I bën për ditë këto enët, tha. I lën mbrihen 2-3 ditë bashkë aty, se përveç flasim kështu për 3-4 pjata që mund të bëhen, se nuk është se jemi kështu gatonjës të mëdhaja. E më dha thjesht në zile, bëjmë për ditë, tha, dhe s'do e ndjesh të lodhin, thash, do vi shpiti sot. Ja, sa shumë ndikojnë punët e shtëpisë. Për teorinë e meshkujt jemi fantastik. Kemi këtë mend japim pafund. Por që shikoni, nëse realisht për të shakave, domethënë, nëse të ndikon ai shumë në stres, të jep stres, atëherë merremi gotë një pastruese. Në ato që mund të paguash edhe... Jo, patjetër ajo është zgjidhje, po ja, është problemi tjetër, nuk më pëlqen që të fus njerëz spanjorë në shtëpi. Ky është problemi. Hajde, pra kalojmë te gjeni këngë. Ashtu, kalojmë. Halle kjo dynja. Kur e kapëm Matë dhe Regjin. Mirë, kënga e herës kaluar ishte Bota Iluzion nga Eranda Lipova. Fjala shurie. Ajde Kokomel. Amore! Që nga ka gjithë me Nisë këtë dhe djarë? këtë tiri që ta I gjejmë, hajde. Për nuk kapë bulla ujë, po pastaj nesër. është Romina dhe me thënë që e shprej atë pasigurin me shikim që... Qështu po... është e për të farë. Nese. Pres në momentin Eranda Lipova, Bota Iluzion. Kjo ishe, kënga sot. Guns N' Roses, jo. Sweet Child of Mine, jo, s'është. Ua, ka dhënë njerë ti këtë, s'është ajo. Dy lule të shaqe në dorën time, ja falë njërë në breshës time. Qa ke, ore? Ja ta rrapet një këngi për e bashkë. Si ishte para, dy lule gjeta? Jo, dy ma në shaqe. Dy ma në shaqe. Jo, dy janë dy lule. Dy lule gjeta. Unë I vogël në Lëndinë, mbi palin që ndriste në ves. Se dini? Një prak pranë vere, një lule qeta. Frederiku? Frederik Ndoci. Ka shkujtadi? Jo, ja, dhe ka shkujtë gjë tjetër. Jo, nuk është e si disi. Frederik Ndoci. Po. Gjeta për vajzën time. Jo. Jo. A më bursi shof deri aty s'de e këtë deri në ullur. Ti nuk shef, ti e shqipojnë. Për thote nuk e dalloja ishte. Pranë vera me një lule s'vjen, vajza se lat nama. Kur I vogël në Lëndinë, mbi parin që driste në ves. Në prak pranë vere, një lule qeta, erdhi Pranë vera, vera,
Vera me një herë. Erdi Vera apo Pranvera? Buzë qeshi, motra ime Pranvera. Sa desha ti thur një kuro, në kodra pova, edhe e kërkova të tjera. Lule, Pra, me thur kuror. Të tjera lule jo, nuk vin. nuk, sa shu do. Nuk mbin. Nuk gjeta do, A, mirë. dë pikën e s'mi faqera. Okej. Kush i ka shkruar këto tekst në momentin që na dëgjon ne që japim versione kështu nga këto avantgard. Blok. Po, do të vras vetëm, Mamin. një moment më parë. Okej. Hajde, tjetra. A, fustani që të sola mbrëmë. Do ta veshësh. Kush e ka kënduar dhe me të gjeni titullin e saktë? Parashisi Maku. Stani. Fustanin. Jo, Stanin që të bleva mbrëm. jo. Fustanin që ta solla mbra. Po, okej. Fustanin që ta solla mbra, ase veshmoj për hatrin tim. Fustanin që ta solla mbra, ase veshmoj për hatrin tim. Aman ase veshmoj për hatrin tim. Se jam Rritur. Ë? Se jam djallë para Shivisi Maku. Se jam rritur. Se jam djallë. Po që ne se jam djallë. Rritur. Se jam bravo. Vajz, apo se jam rritur mërgim. Se jam rritur. Jam rritur si? Po më vjen. Mërgim, apo jo? Jo. Emigrim. Se jam rritur si? Se jam rritur jetim. Po, po. Okej. Amana se veshmoj për hatrin tim. Se jam rritur në jetim. Ah, sa e bukur kjo nga Maroj. Marona. Për zotin. Bravo, djali. E publikut dhe... Hajde e fundit, po. E publikut E zgjatëm dhe ikim shumë. se na lodhët. Hajde, im tjetë shumë. Ta pa pa pa, tarara pa 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 pa, pa 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 pa, pa 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 pa, pa 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 pa, tarara pa 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 pa, pa 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 pa, pa 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 pa. Bravo. Okej. Mirë, e mbyllim kështu bukur, se si shumë e kemi zjatë sot. 5 minuta. Bëjmë një pushim të Gjë për 5 shkurtër minuta. edhe kthehemi pas pak. Publicitet. Ikim.